Mjekët me urdhër të prerë. Në këto 3 raste nuk duhet të pini kafe. Ja dëmet që shkakton. Mos na keq kuptoni, ne duam kafen. E dime që është provuar shkencërisht se kafeja të zgjat jetën. Studime të ndryshme kanë treguar se kjo lloj pije nuk shërben vetëm për të zgjuar nga gjumi, por ul edhe riskun për të prekur nga problemet e demencës, radikalet e lira, problemet e zemrës dhe përshpejton metabolizmin e të tjera. Por të njëjtat studime sugjerojnë se duhet të shmangni ose të paktën të kufizoni kafen në raste dhe situata të caktuara, për të shmangur kështu efektet anësore duke përfshirë ankthin deri te rreziku i zhvillimit të problemeve të rënda të organizmit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Brightside në këtë video, do të rendisim rastet kur kafen nuk duhet ta konsumoni pasi mund të krijojë efekte negative në shëndetin tuaj. Nëse është shumë e nxehtë, mos e pini kafen. Konsumi i pijeve shumë të nxehta të tilla si kafeja ose çaji mund të shkaktojnë probleme të rënda të shëndetit, paralajmërojnë mjekët. Mendohet se temperaturat dhe substancat e pijes që përmban, sidomos kafeja në temperaturë të lartë dhe çaji në temperaturë mbi 65 gradë, mund të shkaktojë probleme në ezofagun tuaj. Prandaj, tregohuni të durueshëm dhe prisni derisa ajo të ftohet, pasi në të kundërt kafeja mund të nxjisë probleme të rënda të shëndetit tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu edhe përkeqimin e tij. Në këto raste, tregohuni të vëmendshëm ndaj pirjes së kafes. Nëse vuani nga ankthi, mos e konsumoni kafen. Nëse ndiheni pak si në ankth pasi pini kafe, duhet të fajsoni këtë të fundit pasi mund të jetë arsyeja kryesore e shqetësimeve të shëndetit tuaj. Kafeina ka një efekt stimulues në sistemin nervor që shkakton edhe lëshimin e hormonit të kortizolit, të stresit. Në këtë rast, ajo e përkeqëson edhe më shumë nivelin e ankthit dhe problemet tuaja të pagjumësisë do të jenë më të larta, sidomos te personat që vuajnë nga depresioni, ndikimet e saj do të jenë edhe më të këqija. Për të minimizuar influencën e kafeinës, përpiquni të mos e teproni me kafen dhe mos pini kafe 6 orë përpara gjumit, sidomos nëse jeni një person që vuani shpesh nga problemet e pagjumësisë. Nëse jeni gati për të fjetur gjumë, mos e konsumoni kafen. Kafeja mund të duket si një zgjedhje shumë e mirë për ta kthyer mëngjesin, në raste të kundërta është vërtet e dëmshme. Përpiquni të mos pini kafe përpara se të flini, pasi në këto raste nuk do ju zerë gjumi. Nëse doni që të flini, përpiquni të paktën 6 deri në 7 orë mos konsumoni kafeinë, pasi nëse e bëni pjesë të rutinave tuaja, përpiquni që ta evitoni për të evituar efektet negative të saj. Mos pini kafe me stomakun bosh. Konsumi i kafes pa hapur syt nuk do ju shtojë as pak nivelin e energjisë, kjo sepse në orët e para, sidomos të zgjimit, niveli i kortizolit, të stresit mund të jetë gjithashtu në kulmin e tyre, duke u bërë që të keni një rritje të përshpejtuar të energjisë. Prandaj, ajo mund të bjerë me kalimin e kohës. Ekspertët tregojnë se në këto situata është më mirë të mos e konsumoni kafe në rutinën tuaj, pasi mund të ndikojë gjithashtu negativisht në këto situata. Ekspertët tregojnë se kafe në mëngjes mund ta konsumoni të paktën 1 deri në 2 orë pasi jeni zgjuar, për të evituar kështu edhe problemet që mund të shkaktojë ajo negativisht në organizmin tuaj. Efektet negative të kafes kanë të bëjnë me mënyrën se si e shtoni atë në dietën tuaj, pasi nëse e konsumoni brenda rutinës së duhur dhe pa e tepruar, kafeja mund të ketë ndikim pozitiv, për sa kohë nuk bëni gabimet e njëpasnjëshme. Pirja e kafes, sidomos në sasi të tepër dhe në një kohë të gjatë, mund të shkaktojë zverdhjen e dhëmbëve. Kafeja dëmton smaltin, shtresën sipërfaqësore të ndërtimit të dhëmbit, duke u dhënë atyre një ngjyrë më të verdhë. Një konsum i rregullt i kafes në nivele shumë të larta mund të bëjë që të keni dhëmbë të verdhë dhe me kalimin e kohës kjo gjë të bëhet permanente. Dëmton procesin e mbajtjes së urinës.
Urinimi është një akt i vullnetshëm ndërsa ndjesia për të urinuar është krejt e pavullnetshme. Në momentin që fshikja e urinës mbushet me urinë përfundimtare te ne, lind refleksi i urinimit. Por në rrethana të papërshtatshme për ta mbajtur urinën për kohën që na nevojitet, kjo gjë mund ta vështirësojë. Këtë gjë e bëjnë nëpërmjet një muskuli të vullnetshëm të quajtur muskuli sfinkster. Konsumi i kafes nuk mund të kontraktojë dot sa duhet këtë muskuj dhe nevoja për të dalë më shpesh është më e shpejtuar, sidomos te personat që kanë edhe probleme me kafeinën në trupin e tyre. Kafeina në trupin tuaj do të stopojë edhe aftësinë krijuese dhe mund të nxjisë gjithashtu rritjen e pagjumësisë në përditshmëri. Fjalët që thuhen lart e poshtë se kafeja të shton pagjumësinë janë plotësisht të vërteta. Kafeja përmban një substancë që njihet si kafeina, që sjell një neurotransmetues që shton pagjumësinë. Nga ana tjetër, kafeja do të ulë gjithashtu aftësinë krijuese për përdoruesit e rregullt të saj. Kafeja e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë rritje të rrahjeve të zemrës. Këtë efekt do ta vini shumë e re nëse pini një kafe përpara se të keni ngrënë diçka paraprakisht, ose të keni ngrënë në vaktin e radhës. Të dalloni tek vetja se të rrahurat e zemrës suaj shtohen për shkak të niveleve të kafeinës që gjenden në kafe. Kjo do të thotë se kafeja nuk është e përshtatshme për të pirë, sidomos në rastin tuaj. Kafeja e tepërt në përditshmëri mund të çojë drejt krijimit të problemeve të sterilitetit. Kjo gjë vihet re më së shumti tek femrat. Studimet e kohëve të fundit nxjerrin në pas se konsumi i tepërt i kafes dhe pijeve të tjera me kafeinë do të rrisë gjithashtu nivelet e larta të kafeinës, që shkaktojnë një disfunksion të qelizave të tubave të vezoreve, duke dëmtuar aftësinë riprodhuese të gjinisë femërore. Pirja e kafes në sasi të tepërt në dietën tuaj do të nxjisë halucinacione. E përmendur edhe më herët se kafeja sillet si një neurotransmetues nxitës. Ajo shkakton edhe halucinacione, të cilat bëjnë që individët që shohin gjëra që realisht nuk ekzistojnë. Kafeja mund të shtojë gjithashtu celulitin. Edhe ky efekt i dëmshëm vihet re fatkeqësisht më së shumti tek femrat. Është vënë re se kafeja ndikon në reduktimin e diametrit të enëve të vogla të organeve dhe indeve periferike të organizmit, në të cilët fundet edhe lëkura. Shmangja e kafes shmang edhe krijimin e celulitit. Kafeja dëmton gjithashtu shëndetin tuaj të syve. Kafeja ndikon në rritjen e presionit të lëngut ujor të syve, duke sjell edhe simptoma të sëmundjeve të glaukomës. Ajo ndikon në këtë mënyrë edhe në nervat optik ose fibrat nervore të retinës së syrit dhe është një ndikim kryesor që çon në dëmtim të shikimit. Kafeja e tepërt në dietën tuaj do të përkeçojë gjithashtu edhe fazën premenstruale. Para se të filloni ciklet menstruale, te femrat re vijnë shenjat e stresit, ankthet dhe nervozizmi. Në femrat që konsumojnë kafeinë të madhe gjatë ditës, gjendja e lartë e estrogjenit i bën ato më të theksuara ndaj këtyre simptomave. Andaj, përpara menstruacioneve dhe gjatë tyre, sigurohuni të mos e teproni me konsumin e kafeinës në dietën e përgjithshme, pasi nëse e bëni, pritni të keni edhe probleme gjatë kësaj faze. Kafeina e tepërt në dietën tuaj, sipas Step to Health, do të ndikojë gjithashtu edhe në përkeçimet e imunitetit tuaj. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e saj, përpiquni të mos e egzagjeroni në sasi ditore. Kafeja e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë edhe të rrisë ndjesinë e dhimbjeve të kokës. Sidomos në situatat edhe kur hiqni dorë papritur nga kafeja, ndjesia e dhimbjeve të kokës do të jetë më e madhe. Ekspertët tregojnë se nëse doni që të shmangni këto shqetësime në përditshmërinë tuaj, sigurohuni që kafen të mos e shtoni përtej dozave të lejuara në dietën e përgjithshme, pasi ndikimet negative të tyre do të jenë arma juaj më e keqe drejt imunitetit të fortë dhe të shëndetshëm. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse kafeja ju shkakton edhe probleme në përditshmëri. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.